normale reagimet që kemë bërë në qoftë se këto interesa kanë qenë vetëm për lojën? Po, se unë e kam thënë me zë të lartë, mua atje kam Qoma, qenë. nuk mendon që ta ka treguar fytyra në ca raste? Është thjesht empati, është thjesht admirim për atë vajzën, se kam thënë me zë të lartë që do doja me ato karakteristika që ka treguar ajo vajzë në këtë lojë. Sepse është shumë, goca mirë, përveç pjesës së lojës. Këta kam thënë unë, nuk e ke thënë ti vjen sot e thua. Unë e di ç'a them, prandaj. Unë e kam thënë ditën 3, jo ditën 1, ditën 3. E kam thënë unë që me karakteristika, nuk duhet t'i rreshtoj. Me karakteristika që ka treguar ajo vajzë, unë e kam admiruar. Është mënyra e shikimit. E admiron akoma? Për atë vajzë që është? Prit pra, se jemi në fillim. Sa jo njëta vajzë është? Ja, jemi në fillim, duro. Për karakteristika që ka treguar në këtë lojë, kur ne ishim bashkë. Po edhe si gocë? Si gocë pa tjetër, moj. Po një sekundë, si gocë pa tjetër, pra se prit pa dëgjohet deri në fund, se që do them. Për karakteristika që ka treguar, dhe karakteristika ti numrej po deshe po lere. Jo, unë e di çfarë gocë është, prandaj dhe po e kam këtë bisedë me ty. Në rregull, për karakteristika që ka treguar në këtë lojë, që ishte lojë shumë e fortë, e ngritur nga një situatë që na u dha për intimidim, por që e pranova unë i pari dhe e përfshiva dhe atë, e kupton? Dhe u përfshim të dy njësoj, pa dhunë, pa imponim, me mirë kuptim, se kjo është shumë e rëndësishme. Kam thënë, me gojën time e trajtoj edhe shoh si vajzën time dhe e admiroj për gjitha këto karakteristika dhe do doja që një ditë vajza ime, që është 13, kur shkoj 23, jo 63, po 23 sa është kjo, të bëhet si kjo. Bravo. Po e kam thënë bravo. Për këtë pjesë bravo. Po e kam thënë. Dhe çdo gjë, çdo shikim, çdo interes, çdo vështrim, e kam bërë me këtë konotacion. Se dhe unë gocën time ashtu e shoh. Po nuk më akuzon njëri. Kurse këtu akuzohesh. Tani akuzimi që më bëhet këtu është intimidimi që po të them për të më futur mua në siklete të ndryshme, për të nxjerrë mua keq që unë dal nga loja, se kjo është loja.